Në fund të shekullit 19, Shqipëria nuk ishte ende një shtet. Ishte një ide, një popull i ndarë mes perandorive dhe ndikimeve të huaja. Në këtë realitet të paqartë, lindi një përpjekje e jashtëzakonshme të krijohet një identitet kombëtar përmes fjalës së shkruar. Në qendër të kësaj përpjekje qëndron Faik Konica, një nga mendjet më të ngritura të kohës, i formuar në Evropë, i vendosur të ndërtojë një kulturë moderne shqiptare. Përmes revistës Albania, ai synon të bashkojë shqiptarët përtej ndarjeve fetare, krahinore dhe gjuhësore, të krijojë një gjuhë të përbashkët, një vetdije të re, një këmbë. Por pas këtij projekti idealist, qëndron një rrjet i tërë marrëdhëniesh diplomatike. Letërkëmbime të panjohura, të ruajtura për më shumë se një dekadë në arkivat e Vjenës, zbulojnë një dimenzion tjetër të kësaj historie. Një bashkëpunim të ngushtë mes Konicës dhe një diplomatit të fuqishëm të perandorisë austro-hungareze, Baron von Swidenik. Nga këto dokumente del një realitet kompleks. Financimet e drejtpërdrejta, mbështetje logjistike, por edhe ndërhyrje në përmbajtje. Një gazetë që nuk ishte vetëm zë i kulturës, por edhe pjesë e një loje më të madhe politike. Dhe këtu lind dilema thelbësore. A ishte kjo një aleancë e nevojshme për mbijetesën e çështjes shqiptare apo një formë ndikimi që e formsoi atë që ne sot e quajmë identitet kombëtar? Letrat janë një tregues që Faik Konica nuk ishte vetëm një intelektual dhe publicist që e ka botuar Albania, por ka qenë edhe një njeri me format të madhe diplomatike dhe ka kuptuar në atë kohë se si rrjedhin zhvillimet politike që duhet me qenë në vëmendje të një fuqisë madhe për me pas sukses si lëvizje, dhe kështu që ai mund të shihet edhe si urlidhse mes lëvizjes kombëtare shqiptare me diplomatët e politikanët e asaj kohe të Europës. Faik Konica ishte një nga figurat më të rëndësishme të rilindjes kombëtare shqiptare, shkrimtar, publicist dhe diplomat me formim europian. I arsimuar në Francë dhe më pas aktiv në Evropë e SBA. Ai themeloi revistën Albania, e cila u bë një nga zërat kryesor të çështjes shqiptare. Konica luajti rol kyç në zhvillimin e gjuhës shqipe, në formimin e identitetit kombëtar dhe në përfaqësimin diplomatik të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Këto letërkëmbime atregojnë se Konica ishte më shumë një intelektual idealist apo një strateg politik i vetëdijshëm për lojrat diplomatike. Shihet qartë që ne mendojmë se është idealist dhe paraqitet si i tillë, por në fakt pas parasysh që letërkëmbime tregojnë edhe një këndvështrim tjetër, ai ishte shumë i vetëdijshëm se nuk është vetëm idealizmi të cilin duhet ta ndjekim, por duhet me pas edhe parasysh një lloj bashkëpunimi me një fuqi, siç e përmend edhe më herët, dhe natyrisht njerëzit e caktuar që kanë ndikime në ministrit apo në ato shtetet e caktuara. Kështu që Faik Konica mund shihet si njeri i cili e ka kuptuar në moshën shumë të re, që ky fillon me moshën 22 vjeçare që ta boton edhe Albania, se duhet me u përshtat edhe idealizmin ndonjëherë duhet me lënë pak anash për me përfitue politikisht afatgjat. Revista Albania, e themeluar nga Faik Konica në fund të shekullit 19, nuk ishte vetëm një projekt kulturor shqiptar, por edhe një nismë që mbështetej financiarisht nga Austro-Hungaria. Nëse tani po e marrim se Austro-Hungaria kishte një ndikim në financimin e saj dhe natyrisht edhe në krijimin e kontakteve, shpërndarjen që i bjerë logjistikën e ka ofruar përmes konzullatave në perandorinë osmane, dhe njëkohësisht financimi ishte shumë i rëndësishëm që të mbijetonte në një formë apo tjetër dhe të mundsohet botimi i saj, por pjesërisht ka qenë ndikimi, por edhe pa Faik Konica nuk do ishte e plot si botim, sepse ndikimi i tij ishte i jashtëzakonshëm. Dokumentet arkivore tregojnë se përmes diplomatit Baron von Swidenik, Konica përfitonte fonde të rregullta për botimin dhe shpërndarjen e gazetës, ndërsa rrjeti konsullor austro-hungarez ndihmonte në qarkullimin e saj. Baron von Swidenik ka qenë një diplomat shumë vjeçar, kryesisht në Ballkan dhe në perandorinë osmane. Ishte
e kishte veprimtarinë e tij kryesore, por ka fituar një përshtypje shumë mirë për kulturën shqiptare dhe ishte e pasionuar pas kulturës dhe historisë shqiptare. Dhe në atë kohë, në vitin 1897, Austro-Hungaria e ndryshon qasjen ndaj shqiptarëve dhe merr një qëndrim më pro-shqiptar. Po thamë në këtë aspekt për arsye se status quo-ja shihe që do të ndryshonte dhe një letër e drejtuar konsullatës në Stamboll në atë kohë, do të thonë Konstantinopoj siç është quajtur në atë kohë, tregon se ne duhet ta marrim parasysh që nëse ndryshon status quo-ja, duhet ta krijojmë një shtet shqiptar i cili do jetë në gjendje të mbijeton. Dhe kjo ishte disa muaj para se të fillonte komunikimi edhe me Fajkonicën nga ana diplomacisë austro-hungareze. Dhe Baron von Swidenik ishte person përgjithës në kuadrat të Ministrisë Punëve të Jashtme, i cili do merrej me çështjen shqiptare dhe e kishte për detyrë të gjente intelektual shqiptar të cilët do e favorizonin politikën austro-hungareze dhe interesat e Austro-Hungarisë që përkonin me interesat shqiptare. Kështu që ai e gjeti te Fajkonica personin e duhur për arsye se nuk ishte vetëm çështje politike, po edhe çështje intelektuale. Domethënë shkëmbimi i tyre letrat janë të shumta, të panumërta. Mund të them që vetëm ata që janë të botuar janë tani me qindra letra, por ka pas edhe vazhdimisht edhe komunikim privat mes tyre, të cilët nuk gjenden në arkiv. Dhe këtu shihet respekti që e ka pas edhe Swidenik për Fajkonicën, se e konsideronte njëri intelektual, larg pamës edhe njëri i cili ishte i orientuar në drejtimin e perëndimit, në kundërshtim me shumicën e politikanëve të asaj kohe që ishin më shumë në mes dy zjarmëve, si më thënë. Ishin edhe më shumë të orientuar në ka Orienti, por tentonin të modernizonin veten më pro-evropian. Ky ishte më shumë pro-evropian dhe pro-perëndimor. Kështu që Swidenik ishte një njeri i cili e kuptonte rëndësinë dhe e kuptonte që përmes Fajkonicës mund të ketë ndikim te elita shqiptare dhe këtë e ka shfrytzuar përmes botimit të Albania. Për shkak se Austro-Hungaria në atë kohë nuk e shifte veç botimin si një lloj botim të thjesht, por si diçka që ndikon edhe në kulturë, edhe në politik, bërje të kohës, për arsye se përmes shkrimeve mund të arrihen edhe intelektualët të cilët janë brenda Perëndrisë Osmane ose edhe në diasporë siç kanë qenë Bukuresht, Rom e vende tjera. Pra, pyetja që lindi natyrshëm është: apo ndihmonte Austro-Hungaria shqiptarët apo po investonte në një projekt që i shërbente interesave të saj? Ky nuk ka investuar personalisht. Ka pas raste ku ky ka dhënë një avans, po shteti ja ka kompenzuar avansin, sepse kjo ishte politik e qartë austro-hungareze, që duhet të ndikohet në sferat e ndryshme. Sfera e parë ka qenë ekonomikisht, sfera e dytë ka qenë edhe në fushën e shkollimit, arsimit që e ka bërë përmes shkollave katolike në atë kohë në Shkodër, Prizren, dhe natyrisht edhe përmes mediumit që me arrit sa më shumë njerëz për idenë e një shteti shqiptar që ta shohin se ka edhe një fuqi e cila e mbështet këtë ide. Dhe qëllimi ishte gjithmonë i qartë, që duhet të arrihet edhe elita shqiptare intelektuale, të arrihen përmes një mesazhit që t'i bëjnë një dhe ta krijojnë një lëvizje të përbashkët për një synim të përbashkët. A tregojnë këto letërkëmbime mes Fajkonicës dhe Baron von Swidenik një miqësi të sinqertë personale, apo janë dëshmi e një bashkëpunimi mbi interesa të qarta diplomatike? Kështu është, politika e një shtetit është shumë më e madhe dhe më largpamëse se një bashkëpunim mes dy personave. Kështu që Perëndria Austro-Hungareze e kishte qëllimin kryesor që të krijonte një elitë shqiptare e cila ishte orientuar nga Vjana. E pika e parë. Pika e dytë të ndihmonte në krijimin dhe zhvillimin e një kombësisë shqiptare e cila është pa ndikim nga fqinjt, siç kanë qenë Serbia, Greqia, po gjithashtu edhe Italia e cila ishte kundërshtare e Austro-Hungarisë për trojet shqiptare. Dhe qëllimin e arrin deri në një nivel caktuar për arsye se revista krijon një gamë të gjerë dhe ka shpërndarje në tërë trevat e Perëndrisë Osmane në atë kohë, plus edhe në diasporë shpërndahet nëpër Europë
dhe mesazhi përçohet shumë lehtë që duhet të krijohet një unitet mes shqiptarëve për me arrit qëllimin e tyre të synuar, por në bashkëpunim dhe në bashkëveprim me Austro-Hungarinë, e cila e kishte synimin të krijonte një shtet si pengesë për Rusinë dhe interesat rusoslave që të lëvizin drejt detit të ngrohtë, siç e quajnë ata, Adriatikun në këtë rast. Dhe kjo dihet qartazi edhe në komunikime tjera, përveç Fajkonicës me Cvidenik, ka dhe diplomat tjerë që e përshkruajnë këto në detaj, sidomos në vitet e fundit para vitit 1912-13 ku janë edhe luftat ballkanike, shihet qartë se Austro-Hungaria e ka synimin që ta krijon me çdo kusht një shtet shqiptar, por që është në gjendje të mbijeton. Ata i thënë, siç e kanë thënë edhe në atë dokumentin në vitit 1897, ku thënë ein Überlebensfähiges Albanien, që nënkupton një Shqipëri në gjendje të mbijetoj. Dhe kjo ishte e parapame që ta ketë një territor të caktuar me një popullat për afërsisht 1 milion banorë. Siç e konsideronin në atë kohë që është shtet që mundet me mbjetu, për në që së mbjeton. Dhe shihet edhe në komunikimin që ka tendencat e vazhdueshme që të shtyhet përpara procesi dhe ka një lloj cenzur, mund ta themi në këtë aspekt, por cenzura ka qenë në drejtimin e politikës. Se çfarë mund të thuhet dhe çfarë duhet të thuhet me kujdes. Në kuptimin fjala autonomi mos përdoret në përshkrime, për shkak se Perandria Osmane e sheh si rrezik dhe e konsideron diçka nxitse dhe kundër perandorisë, kështu që me forcue nacionalizmin shqiptar. Dhe në këtë rast Cvidenik e merr edhe i bën lloj lektorimin, ja bën, e ndihmon edhe në ngritjen e strukturës se si duhet të duket një revistë, por njëkohësisht ja përcakton përafërsisht edhe temat. Kështu që ka një lloj ndikimi, por pavarësia është shumë e madhe, ku Fajkonica ka pas mundësi të botonte atë çfarë ai e konsideronte të rëndësishme. Kjo mbështetje nuk ishte vetëm financiare, por shpesh shoqërohej edhe me sugjerime apo ndërhyrje në përmbajtje, duke bërë revistën Albania pjesë të një dinamike më të gjerë politike dhe diplomatike në Ballkan. Do të thonë ky veç e njofton, thotë unë e kam bërë këtë botim me këto tema dhe lus që të bëhet redaktimi i artikujve që të jenë të gatshëm për botim, që në kuptimi redaktimi bëhet edhe në kohët e sotme, që është gjë normale. Kështu që ka raste ku vetë Fajkonica disa pasazhe nuk i boton, që vinë letrat ose artikujt që dërgohen pe atyre që janë të interesuar. Në rastin për shembull e kena të Ismail Qemalit, ku një artikull nuk botohet plotësisht, por hiqen disa pasazhe të asaj për shkak se në ato pasazhe ka lavdata ndaj Greqisë dhe Italisë. Dhe kjo e konsideron që nuk është e mirë që të del në një revistë e cila tenton të krijojë kombin shqiptar dhe nacionalizmi shqiptar ta nxit të arrit ato për me lëvdue popull tjerë. Fajkonica në këtë fushë, edhe se nuk ishte shumë, ishte i ri në fillimet në vitet e para, merrte gjithmonë në konsiderat këshillat dhe orientimin se si duhet të botohet diçka dhe çfarë duhet të botohet. Kështu që nuk ishte diçka që duhet patjetër të botohet kjo, por e kishte gjithmonë në bashkëbisedim dhe në bashkëkomunikim, se a mund të botohet në çet formë dhe a është kjo temë që është e pranueshme dhe nuk e nxit cenzurën osmane të asaj kohe që me luftua revistën Albania, që mos me pas mundësi mu shpërnda në Perandrinë Osmane në atë kohë. Sa rëndësi i kushtoi gjuhës shqipe në revistën Albania të Fajkonicës? A ishte thjesht një mjet komunikimi apo themeli kryesor i projektit për ndërtimin e identitetit kombëtar shqiptar? Ishte në gjuhën shqipe dhe është interesant se me një pjesë e ka edhe të dy dialektet. Aty përshkruhet gegnishtja dhe tosknishtja, ku format e shkruajtjes janë të detajume, të përshkruajtme në tekst, dhe shkruhet aty për arsye të kuptimit, do t'i përdorim të dy format e botimit që të ketë mundësi edhe veriu edhe jugu t'i kuptoj tekstet. Nuk ka pas alfabet të unifikuar, është edhe
një prej shkrimeve që është edhe botuar më këtë në fillim, ku titullohet Në veti, që e përshkruan në detaj nevojën pse duhet të ketë një gjuhë dhe një shkrim i cili i lidh popujt, dhe e merr si shembull te popujt tjerë ku thotë të cilët kanë zhvilluar gjuhë edhe shkrim kanë krijuar edhe kombësi. Kështu që ne e kena për detyrë me punu në këtë drejtim, me e gjetë një alfabet të përbashkët, të cilin mundemi me e shty përpara, por i cili duhet jetë perëndimor. Se kishte tentativa dhe botime në osmanlisht, kishte edhe në greqisht, në alfabet greqisht po flas, jo në gjuhën greke, por ishin shqip me alfabete të ndryshme. Dhe insistimi i tij ishte që të modernizohet kjo dhe të përdoret shkrimi latin. Në kuptimin të kenë alfabetin që e kemi të alfabetin e gjuhës sotshme, që ndodhi pastaj edhe në Kongresin e Manastirit. Fajkonica ishte kritik ndaj disa figurave të kohës, përfshir Ismail Qemailin, jo thjesht për arsye personale, por për dallime në vizion, stil politik dhe qasje ndaj çështjes kombëtare. Së pari, Konica kishte një qasje më elitare dhe më kritike. Ai kërkonte standardet e larta kulturore, organizim modern dhe një projekt të qartë kombëtar, ndërsa shpesh i shihte disa politikan si oportunist apo të paqëndrueshëm. Së dyti, kishte dallime në strategji politike. Ismail Qemaili ishte më pragmatik dhe diplomatik, i gatshëm për kompromise me fuqitë e mëdha, ndërsa Konica shpesh mbante një ton më kritik dhe më të ashpër ndaj këtyre qasjeve. Dhe së treti, Konica ishte i njohur për stilin e tij polemizues dhe satirik. Ai nuk hezitonte të sulmonte publikisht dhe figura të rëndësishme shqiptare, duke i parë këto përplasje si pjesë të debatit intelektual. Është rasti Ismail Qemailit që ceket edhe në këto shkrime, nga faqja 496 deri në faqja 518, ka disa letra ku një letër i drejtohet Fajkonicës dhe kërkon një takim, dhe letra tjera janë përshkrimi se si kaloi takimi dhe çfarë përshtypje ka ndaj Ismail Qemailit. Dhe janë disa aspekte që duhet merren parasysh, se fillimisht ishte një marrëdhënie shumë e mirë, e afërt, për shkak se Ismail Qemaili ja ofroi një lloj bashkëpunimi për botimin e Albania e vogël, që kishte një tirazh prej 3000 cop çdo botim, dhe ai do e financonte personalisht. Nga ana tjetër ishte edhe i fascinuar për arsye se Ismail Qemaili ishte mbi 40 vjet në institucionet osmane dhe në Konstantinopoj, dhe fliste gjuhën shqipe shumë rrjedhshëm dhe pastër, dhe kjo lë edhe të dyshoj se kishte fashë theme se gjëja nuk din shqip. Për arsye se ky e përmend ekstra si diçka e çuditshme që e përjetonte në komunikim me të. Por e kishte edhe komunikimin shumë me rezerva, se në letrat në vijim del se Ismail Qemaili kishte edhe komunikim me konsullatat e kohës, që ishin italiane, greke, natyrisht edhe britanismo dhe po edhe me Egjiptin, dhe ky e sheh se nuk është një person i cili është shumë pragmatik. Më thonë njeri i karrierës që kqyr me rujt pushtetin, dhe duhet jemi të kujdesshëm ndaj veprimeve të tij, se e konsideronte edhe njeri shumë intelektual dhe tepër inteligjent, që i kupton rrjedhjat e politikës dhe i përshtatet rrethonave politike historike. Kështu që ka pas mosmarrveshje edhe përplasje, por pas artikullit që nuk ja ka botuar plotësisht, fillojnë atëherë edhe ftofjet mes njëri tjetrit. Forma e tij, qasja e tij ishte e tillë se duhet ne të kërkojmë maksimumin dhe të fitojmë maksimumin, për shkak se politika shihe nga ai si diçka që është veç një drejtimshë dhe nuk ka mundësi të bëhet një lloj komunikimi dhe të ketë marrëveshje ku lishojnë të dy anët pakës. Por me mujt me përfitue. Këtë gjë e ka pas kuptuar Ismail Qemaili në atë kohë dhe e konsideronte që duhet me pas një lloj marrëveshje ku dalin fitimtar të gjithët, por Fajkonica ishte shumë më radikal në këtë aspekt. Ai konsideronte që duhet të merret një vijë e cila është pro-perëndimore, por të fitohet maksimumi nga kërkesat që do i ketë një lëvizje kombëtare.
A ishte lëvizja kombëtare shqiptare në kohën e Fajkonicës dhe Ismail Qemailit vërtet e unifikuar apo e përqar nga dallime të thella politike, ideologjike dhe personale? Ka ndarje politike, se ka lëvizje të ndryshme, ashtu si që thash janë ata që janë më shumë tradicional, të lidhun edhe më shumë me pushtetin Osman. Kemi asi që kanë ndikime edhe nga Greqia, nga Italia, ka edhe nga Perandria Osmane, nga Anglia. Këto fuqitë e mëdha i kanë bërë edhe fraksionet e grupacionet e tyne. Dhe secila prej atyne grupeve qëllimin e ka pas në krijimin e një shtetit, por forma se si të krijohet ai shtet ishte gjithmonë ndryshe. Dhe në njënën anë kishte komunikim dhe i kanë qenë proceset përpara, por në anën tjetër ngadalsonin proceset për shkak interesave të ndryshme që përlesheshin mes veti. Kjo është diçka që ne e kena pasur në vitet 90, ku lëvizje të ndryshme e kishin qëllimin ta bëjnë Kosovën shtet pavarur. E kemi pas lëvizjen pacifiste të Ibrahim Rrugovës, e kemi pastaj lëvizjet nacional qërimtare e tjera dhe në fund e kena pas UÇK-n e cila me forcë dhe me armatim, me mbështetje të ndërkombëtarëve e arriti qëllimin kryesor. Kështu që nuk është diçka një dukuri që mund thosh është nairësi, po thjesht është diçka që njerëzit i shohin gjonat ndryshe dhe mendojnë se forma dhe çështja aty në është e drejtë. Po ky i përmend disa figura dhe disa familje që i konsideron edhe patriotike, është edhe familja Frasherve që ai e konsideron që është familje patriotike dhe është familje e cilën duhet ta marrim si shembull për kombin shqiptar. Ashtu edhe me Fanolin ka komunikim, edhe ka konsiderata shumë të larta për Fanolin, për arsye se e konsideron që njëri tejet intelektual që njeh shumë gjuhë, për afërsisht 17 gjuhë i ka njohur në atë kohë. Dhe në fund edhe bashkëpunon me Fanolin kur shkon në Amerikë, nga ajo periudha edhe ka një kontakt të përafërt, por kanë shumë acarime mes veti, për arsye se kanë mendime të ndryshme dhe pikpamje të ndryshme, por Fajkonica e thot gjithmonë, ne duhet t'i kemi mosmarrveshjet që i kemi mes veti, do t'i majmë për vete dhe mos t'i qesim jashtë që armiku jon të përfiton nga dobësitë tona. Kështu që edhe se ka pas mosmarrveshje me të tjerët, mendime të ndryshme, është mundu edhe ato me tregu edhe në këto letra. E shkruan në atë formë që kuptohet se ka një lloj acarimi mes vete, por nuk e bën në atë formë ofenduese ose me hedh poshtë mundin e atij personit me të cilin e ka një keqkuptim. Cila është rëndësia e këtyre letërkëmbimeve mes Fajkonicës dhe Baron von Swidenik? A na japi një kuptim të thellë për prapaskina e televizjes kombëtare shqiptare dhe ndikimin e fuqive të huaja në formsimin e saj? Rëndësia aty është në disa fusha. E kemi fushën politike, diplomatike, që tregon se si duhet të komunikohet në nivelin diplomatik dhe çfarë çështje duhet të kemi ndaj atyne që i konsiderojmë partner dhe me çfarë kujdes duhet të shkojmë me ata të cilët ne i konsiderojmë pak më lehtë me thënë armiqësore ndaj politikave tona. Në anën tjetër është edhe diçka për gazetarinë shqiptare, se në çfarë niveli mund të arrijë forma e shkruajtjes dhe forma e prezantimit. E kemi edhe fushën ekonomike dhe shoqërore që pasqyrohet shumë mirë në këtë drejtim. Ka edhe hapësirë për me analizu edhe jetën e diasporës, se si ka lëvizje që ka filluar shumë herët të krijohet diaspora shqiptare, e cila ka pika të caktuara ku ata e kishin edhe strukturën e mirëfillt të organizimit tyne, siç është në Boston ose në Bruxelles, London, në vende të ndryshme kishte komunitete shqiptare ose edhe Bukuresht në rastin e Rumanisë, dhe këtu përfitohet një pasqyrë shumë e gjanë për këto 15 vite që i përfshin shumicën e lamive që historia ka nevojë me i analizu për një vështrimi tjetër. Dhe në këtë rast mund ta shohim edhe austriakët, Austro-Hungaria, se çfarë interesi ka pas dhe me çfarë intensiteti kanë punuar. Se këta letra janë të gjitha të komunikimit që kanë qenë mes Swidenik dhe Fajkonicës, po është edhe një pjesë e letrave që kanë qenë komunikimi i mrenshëm i konzujve mes veti lidhur me Fajkonicën. Edhe ato në momentin kur të botohen, mund të them kompletohet mozaiki se në çfarë këndvështrim është pa Fajkonica dhe çfarë komunikimi ka pas
me diplomatët e asaj kohe të Austro-Hungarisë. Ato i kam në posedim se kanë qenë në të njëjtin volum mrena kartonit, por nuk kam pas mundësi të i përpunoj deri tani dhe të i botoj për arsye se janë ndërshkrime që duhet të deshifrohen dhe marrin kohën e saj për arsye se është shkrim pak i komplikuar për me u deshifruar. Po në momentin që mund të arrit të përfundoj të gjithat, se janë edhe ata një vëllim shumë i madh, atëherë del pasqyrë e saktë se si ishte Fajkonica. Disa letra mund për shembull t'i marr edhe si sqarim dhe shpjegim, ku austro-hungarezët e konsideronin Fajkonicën si njeri shumë i aftë dhe intelektual i rëndësishëm për politikën në përgjithësi të Austro-Hungarisë dhe të shqiptarëve, sidomos për lëvizjen kombëtare shqiptare, por në anën tjetër e konsideronin edhe shumë i vështirë për të bashkëpunuar me të. Se ky e ka pas një qasje të tillë që ka bashkëpunuar por është prish më në fund. Dhe është e çuditshme që ka mujt me pas një bashkëpunim aq të gjatë me austro-hungarezët, pas parasysh që me çdo shqiptar që ka bashkëpunuar ka pas një prishje brenda një afatit shumë të shkurtër. Ky komunikim në mes të Fajkonicës dhe Baron von Sweetenik zgjati për më shumë se 10 vite, një periudhë intensive ku këmbimi i letrave ishte i vazhdueshëm dhe i lidhur ngushtë me botimin e revistës Albania dhe zhvillimet politike të kohës. Periudha ka qenë për 15 vjet, domethënë 1897-1912, dhe ishte një periudhë ku fillimisht kishte një komunikim të dendur, vetë 3 vitet e para ka pas një komunikim shumë intensiv, për arsye se kishte nevojë që të ndërton strukturën, të ndërton formën se çish duhet me u bë botimi. Deri kur i ka bë kontaktet, kishte një vazhdimsi të rritjes të komunikimit. Pastaj zbehet pa komunikimi, po kjo edhe për arsye se lëvizja në Londër, pe Londrës në Boston, e krijon edhe distancën hapësinore që interesi fillon të zbehet edhe pe Austro-Hungarisë, për shkak se ndikimi i tij zbehet në trevat shqiptare. Ka shumë gjëra që mund të thuhen për Fajkonicën, sidomos për veprimtarinë e tij, se të fillon një njeri me moshën 22 vjeçare dhe të jetë në vazhdimisht në rrjedhjen e historisë një figurë aq e rëndësishme deri në ditën e vdekjes, konsideroj që duhet me u lumtu edhe më shumë rreth tij, se ka edhe komunikime me ambasada dhe me konzuj tjerë përveç të Austro-Hungarisë, por ata duhet të merret në një kush tjetër i cili është i fushës ose vjen nga ajo fusha e gjuhës, po domethënë gjuhë italiane ose angleze ose vende tjera, sepse ky nuk e ka kufizuar veç komunikimin tek Austro-Hungaria, po ka kqyr të gjej partner në vendet e ndryshme edhe në Amerikë, të cilët e kanë interesin e përbashkët për kombin shqiptar. Dhe kështu ka qenë i hapur në këtë aspekt. Nuk i ka mbyll dyert askujt të cilët kanë pas mundësi me na ndihmu neve. Në këto letra të shkruara mbi një shekull më parë nuk shohim vetëm fjalët e Fajkonicës. Shohim dilemat e një kombi që ende nuk ishte lindur plotësisht. Një komb që kërkonte gjuhë, identitet dhe vend në hartë. Por që për të arritur këtë, duhej të hynte në lojën e fuqive të mëdha.